Gjatë një komunikimi me gazetarët, Sali Berisha u shpreh kritik ndaj vendimit të presidentit të Republikës Bajram Begaj për shpadhjen e datës së zgjedhjeve të Tiranës, ndërkohë që çështja e shkarkimit të Erion Veliajt po shqyrtohet nga gjykata kushtetuese. Berisha e përshkroi dekretin si një akt të turpshëm dhe akuzoi kreun e shtetit se po fshihet pas këshilltarit të tij, ish-ministrit Ilir Rusmaili, duke quajtur presidentin skllav të krimit. Më thoni ju më pak. Në të drejtën kushtetuese ose në parimësi, njeriu më përgjegjës për zbatimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese është presidenti i Republikës. Kushtetuta austriake ose duhet vazhdojmë betejën e këtë hapësirë që kemi, ose duhet largohemi nga kjo hapësirë dhe të kalojmë me metoda tjera. Megjithëse Partia Demokratike konsideron se dekreti bie ndesh me kushtetutën, Berisha theksoi se opozita do të marrë pjesë në zgjedhje duke shmangur çdo mundësi bojkotimi. Ndaj edhe ne qëndrojmë edhe në këtë hapësirë të kufizuar, që Edi Rama e ngushton në mënyrën më të turpshme. Së pari, duke emëruar, thash, ne nuk bojkotojmë. Jo, edhe unë jam i bindur se akti më i thjeshtë është bojkoti. Akti më i vështirë është vazhdimi i betejës në atë hapësirë që ke. Ne këtë do bëjmë. Edi Rama do festonte nëse ne do bojkotonim. Por ne do japim atë kaqësi atij. Ne do ta luftojmë atë çdo orë, çdo ditë, kudo që të jetë. Gjithashtu komentoi kandidatët që kanë dalë deri më tani për kryeqytetin, Edira Xhepani, Florian Haçkaj dhe Ermal Hasimja, duke shmangur të japë mbështetje të hapur për ndonjërin prej tyre. Por ne kandidatura kemi të pakrahasueshme me korbën e Covidit dhe ne nga gara nuk tërhiqemi. Tani unë i rezervoj vetes të drejtën që të mos prononcohen, po merren strukturat, po merren me këtë dhe Partia Demokratike do paraqes kandidat më të mirë. Për të procesit zgjedhor, Berisha kritikoi edhe kryeministrin Edi Rama për sjelljen e tij në samitin ndërkombëtar, duke përqeshur veçanërisht krahasimin e Ramës ndaj presidentit amerikan Donald Trump. Mediat amerikane publikuan dje fotot e kryeagentit zbulimit të Shteteve të Bashkuara me Gonigal në zyrë me Ramaduro, në kohën kur ai bënte gjaun kundër presidentit Trump dhe bashkëpunëtorëve të tij në vitin 2017.